Gjeopolitika mbetet tema kryesore në për të gjithë mediat botërore dhe me gjeopolitikën do të merremi edhe në këtë blok që është i dyti për ditën e sotme. Ish presidenti i Venezuelës Nicolás Maduro paraqit për herë të parë para gjykatës së New Yorkut ku një me akt akuzën që rëndon ndaj tij për narkoterrorizëm dhe posedim armësh. I veshur me rroba burgu dhe i prangosur, Maduro mohoi të gjitha akuzat duke deklaruar se është ende president dhe i rrëmbyer, e gjithashtu i burgosur lufte, sa u shoqërua me tensione brenda dhe jashtë gjykatës, ndërsa rasti ka shkaktuar reagime të forta ndërkombëtare. Ju kujtojmë edhe Macron është ai që reagoi. Por çfarë pritet të ndodhë në vazhdim, e flasim me këtë pjesë në një dyshe fantastike. Ledian Krisofi kthehet tek ne. Zotri Krisofi, kënaqësi kemi pas pak kohësh në Kosova Today. Si dhe i pashmangshëm në diskutime të tilla është kolegu dhe miku jon, zotri Sokol Braj, i cili na lajmëron nga Turqia. Zotri Braj, gjithmonë kënaqësi të jesh Kosova Today. Gjithashtu për mua, përshëndetje. Përshëndetje. Zotri Krisofi, do të ishte interesant ta dëgjoj këndvështrimin tuaj me kutinë e Pandorës, e cila thuhet se u hap me arrestimin e Maduros. Është e vërtet që në një farë mënyrë Donald Trump është duke hedhur në erë sistemin ndërkombëtar, po sillet le të themi me një qasje shumë perandorake, sidomos ndaj hemisferit perëndimor Amerikës Veriut dhe Amerikës së Jugut, po rizbaton atë të famshme në doktrinës Moron në këtë rast. Por unë mendoj që Venezuela ishte një aksion i cili ende thua nuk ka thyer sistemin ndërkombëtar që ne njohim që nga fundi i luftës së dytë botërore, i cili duhet të nënshkruar nga amerikanët. Groenlanda do ishte goditja vdekepurse në një farë mënyrë gjithë sistemi që amerikanët kanë ndërtuar vetë dhe që duket se po e shpërbëjnë vetë. Nëse Shtetet Bashkuara arrin të marrin me forcë, siç duket, sepse me bisedime nuk duket se kanë një shans për të arritur të marrin Groenlandën, ajo mund ishte një ngritje shumë e fortë për Bashkimin Evropian, për NATO-n vetë, sepse do e fuste në një situatë ku NATO për shembull nuk është gjendur kurrë. Greqia dhe Turqia janë afruar luftës në 94-ën, por nuk shkuante lufta. Por që vetë shteti i cili ka krijuar NATO, si thua, vetë shteti që jep 70% të buxhetit të NATO-s, të fillojë të marrë territore nga vendet e tjera të NATO-s, është një situatë e panjohur deri më parë dhe është një situatë e cila nuk dim si mund të reagojë Evropa dhe mund të përbëjë një lloj thyrje të gjithë sistemit të me cilin është dotuar NATO dhe sistemit ndërkombëtar që shohim deri më sot. Pra do justifikonte atë që Rusia është duke bërë në Ukrainë, do justifikonte atë që Kina mund të jetë duke bërë ose mund të bëjë në Taiwan, dhe do justifikonte çfarë lloj lëvizje që mund të bënte Serbia, le të themi, të ardhmen e afër, qoftë në Kosovë, qoftë në Bosnjë. Por mendoni se ju thoni se ende nuk është thyer ajo që e ka shuar Amerika, por çfarë duhet të bëhet më shumë, zotri Krisofi? Sepse hemisfera perëndimore, Amerika e Veriut. Sepse ne jemi pro-amerikan, okay? Nëse pyetem unë personalisht jam i lumtur që ka ndodhur një gjë e tillë ku Amerika e shfaq forcën e saj. Por në anën tjetër, një kryetar, një udhëheqës i një shteti është rrëmbyer nga shtëpia e tij në mesin e natës dhe kjo në farë forme e lëndon edhe dinjitetin e të gjithë qytetarëve të Venezuelës. Unë kam përshtypjen që një pjesë e madhe e qytetarëve të Venezuelës janë shumë të lumtur sot që nuk janë me Maduro, sepse e urenin dhe fakti që një presidenti duhet të vjedhë masivisht të votat, do të thotë që njerëzit që qeverisë nuk e duan. Por a fakton këto edhe fakti që nuk kishte reagime shumë të mëdha nga populli i Venezuelës, gjithmonë po flas në kuadër të asaj që thuani ju, sepse nuk u duk se u mërzitën shumë. Kjo shpjegon një pjesë, po pjesa tjetër unë mendoj që ndoshta një pjesë e ushtrisë venezueliane, në një general në ushtrisë venezueliane mund të ketë bashkëpunuar, le të themi, me amerikanët, sepse fakti që mbrojtja ajrore e Venezuelës sado e dobët të ishte, nuk funksionoi absolutisht në asnjë rast të bën të dyshosh që ndoshta një pjesë e ushtrisë venezueliane ka bashkëpunuar me amerikanët ose thjesht ka bërë se hir, si thua, dhe ka parë amerikanët se si marrin Maduron, por veprimi i marrjes së Maduros është më shumë ngjan si veprim policesk. Pra që merr një person i cili është në kërkim nga Shtetet Bashkuara, mund të bëjë kërcënim për sigurinë kombëtare të Shtetet Bashkuara. Ndërsa marrja e Groenlandës nuk është më veprim policesk. Nuk ka asnjë justifikim, as trafik droge, as asgjë tjetër. Ajo do ishte thyrje totale e sistemit që Amerika vetë ka ndërtuar. E qartë, Sokol, diçka që kam vrejtur dhe e kam lexuar një analizë të mikut tim Korab Blakaj, ai tregon se mbi të gjitha rrëmbimi apo themi arrestimi i Maduros, le ta quajmë kështu, kushtimisht arrestimi i Maduros e vën pa edhe një çështje interesante.
Sistemi i mbrojtjes apo kupola hekurt ruse është një sistem i cili për herë të tretë e tregon se nuk është efektiv. Pra, gjithçka që dim për të është propagandë, e ndërsa për impaktin që ajo zhvillon në fushë betejë u vrejt. Kësaj herë në Venezuelë, gjithashtu u vrejt edhe në Iran. Cili është mendimi yt për këtë çështje? Po krën në fakt të gjitha ata kupolat e hekurta, qoftë sidomos të ruset S-300, 400 e më radhë, janë një ndër e bukur fantazi quhet, por në fakt e kanë disa, por jo se mund të jenë të paprejshme. Do të thënë e pamë edhe kupolen e hekurt të Izraelit, edhe atje ram bomat, pra. Kupolet e hekurt janë më shumë fantazi për opinion dhe për të treguar një shkak ku harxhohen miliona, miliarda dollar apo euro, dhe kjo është. Kurse për Meksikën në fakt duhet ta shohim krejt nga një anë tjetër, siç e tha edhe miku Johan Ledjani, nëse i verehemi të gjitha prononcimeve zyrtare të Amerikës, pra Trumpit dhe Marco Rubios, ata nuk thonë që kemi grabitur ose kemi marrë apo kemi arrestuar një president. Kemi arrestuar një rob që kërkohet nga gjykata jonë. Pra, ka prej viteve që kërkohet nga ai. E para nuk është thyer rendi ndërkombëtar, por domethënë zyrtarisht nuk është thyer, por në fakt këtu ka të gjitha ato sistemet amerikane, nëse i kthehen pyetjes atë ruse, të gjitha ato domethënë ato që kanë falimentuar, domethënë dihet, sepse dihet në shumë zona, jo vetëm në këtë tashmë është hera e tretë apo e katërt që ndodh në Venezuelë, dhe këtu Amerika ka treguar gishin të gjithëve, pra nesër pas nesër do të vinë rrallat të tjera, ose të gjithë do të vinë, nuk di me atë çfarë kërkon Amerika, po qoftë edhe Gronlanda. Pra, Danimarka do të bëjë një marrëveshje me patjetër, sepse nëse referohen me thënieve të Amerikës, thonë që janë jetike për vendin tonë. Pra, Amerika shkon në një vend me luftu terrorizmin, dikun shkon me qua demokracinë, dhe këtu ka një problem. Domethënë në sistemin amerikan, por në njëjtën kohë Amerika tashmë ka dobësuar Kinën, ka dobësuar Rusinë, ka dobësuar të gjitha ata forcat që mund të ishin rivale, dhe tani sidomos këtë vit deri në nëntor që kemi zgjedhjet e Kongresit të Amerikës dhe senatorët të Amerikës, dhe atë Amerika do të zgjerohet edhe shumë më shumë se sa mund ta kemi menduar, por vetëm problem për ne dhe sidomos për median, kroni është që kemi një Trump të paparashikuar dhe atë që mund ta thojmë sot nesër kundërta, dhe kështu që Trumpi do të bëjë shumë gjëra sepse e din vetë sistemin e Rusisë, e din vetë sistemin e Kinës, se sa forcë kanë ato. Biles Amerika vetë dhe media amerikane e bën shumë një gogol shumë të madh Kinën edhe Rusinë, por në fakt në realitet dhe në treg, pra në fushë betejë, duken që të dyja nuk janë ndoshta luan kartonash, por luan kallçuk. Po, në fakt, edhe adresimi i fundit të Trump nuk ishte se kishte ndonjë oponencë të madhe me Kinën politike. Zotëri Krisofi, ishte më i butë Trump herën e fundit që foli për çështjen e Kinës. A do të thotë kjo se për momentin Trump do ta konservoj Kinën, ose të paktën do ta mbaj një raport siç e ka përderisa të përfundon punët tjera, apo thjesht dëshiron ta tërheqë në blokun e saj, sepse BRICS është një shqetësim realisht? Qëllimi është, themi, kufizimi i Kinës në këtë rast, pra gjithë strategjia e madhe, big strategy e kësaj administrate, çdo gjë që ne shohim deri tani lidhet me mënyrën se si të kufizojnë Kinën. Venezuela sigurisht veprimi thashë policor, po mesazhi gjeopolitik, dhe ka hequr një pyk kinezo-ruse nga Amerika Latine. Panamaja gjithashtu në fillim të vitit ishte gjithashtu një luftë në thonjza të thuash ndaj Kinës, sepse u hoqën kompani me bazë në Hong Kong që menaxhonin një pjesë të portit të kanalit të Panamas. Gronlanda gjithashtu lidhet me Kinën. Pra qëllimi i gjithë kësaj strategjie amerikane dhe kësaj administrate është të kufizojë sa më shumë të jetë mundur veprimet e Kinës, e cila kërkon nga ana tjetër të bëhet një superfuqi e madhe botërore. Unë mendoj që testi kryesor i kësaj administrate lidhet me Tajvanin. Shtetet e Bashkuara, me sa më kujtohet, asnjëherë nuk kanë thënë troç se tu është haptazi që do e mbrojë ushtarakisht Tajvanin në rast të një lufte. Sepse edhe politika amerikane është politika One China, pra një Kine. Por në strategjinë kombëtare amerikane që botua muajin e kaluar, ishte një fjali që thoshte që mbrojtja e asaj që quhet First Island Chain, pra zinxhiri i parë i ishujve, është një objektiv strategjik i Shtetet Bashkuara, dhe Tajvani është pjesë
kësi zinxhirit të parë të ishujve bashkë me Korenë e Jugut, Japoninë dhe Filipinët më poshtë. Dhe testi kryesor i kësaj administrate është të shohim se si mund të reagojë në rast të një, le të themi në rast se Kina bën atë që amerikanët bën në Venezuelë. Pra, nëse Kina bën ditë gjë në Tajvan, merr peng ose arreston presidentin dhe më pas se bën Tajvanin dhe zyrtarisht pjesë të Kinës. Ai do jetë test i madh dhe mënyra dhe qasë dhe si sillet Donald Trump ndaj Rusisë, ndaj Putinit, qëllimi kryesor ka pikërisht këtë gjë, pra që ta tërheqë Rusinë ndaj vetes dhe të bëhet një blok i përbashkët ruso-amerikan për të kundërshtuar nga ana tjetër Kinën, sepse nëse amerikanët do shkojnë me idenë që mund të luftojnë për Tajvanin, gjë që unë e dyshoj dhe mund të luftojnë dhe mos luftojnë, nuk i dihet, por nëse shkojnë me idenë që të luftojnë për Tajvanin, nuk mund të luftojnë përballë një aleancë ruso-kineze. Por duhet një prej gurëve të lëvizë. Po, por si ka mundësi, zotri Krisofi, që në këtë rast pra të tentoj tërheqjen e Rusisë, diçka që duket realisht se po e tenton Amerika, por në anën tjetër 90 miliardët nga Europa të armatimit amerikan, i cili siguron luftën edhe për 20 muaj në Ukrainë, bie me njëherë në atë narrativën e vjetër se Amerika do ta dëmtoj edhe më tej Rusinë, pra në qoftë se do ta marrë afër vetës, pse atëherë nuk tenton paqen në një moment, por merret me punë të saj përderisa i sigurohet Ukrainës edhe 20 muaj luftë. Shko, unë mendoj që me paqen janë duke marrë goxha amerikanë kjo administratë, nuk se s'është marrë, nuk është e vështirë vendosësh paqen në Ukrainë, nuk është e vështirë vendosësh paqen përballë një ushtrie si ajo ruse që mendon që është duke fituar dhe pra që është duke fituar nuk ulet në tavolim. Unë mendoj që nëse amerikanët kishin për qëllim të dobësonin Rusinë, mund ta kishin bërë pa diskutim duke ndihmuar shumë Ukrainën, pra duke bërë jo një dy sulme në javë, duke bërë 100, 200, 300 sulme në çdo javë dhe kjo do kishte vendosur pa diskutim në vështirësi të mëdha Rusinë, por ka përshtypjen që amerikanëve nuk i intereson një Rusi kaq e dobët në këtë moment, sepse një Rusi e dobët do të ishte më afër Kinës, nuk do të ishte më afër amerikanëve. Pra duhet një Rusi që të ndihet sikur është e madhe, një Rusi që të ndihet sikur është e fuqishme, dhe një Rusi e tillë mund të jetë, le të them, mund të bëj hapa drejt Shtetet Bashkuara përkundër asaj Kinës, sepse pavarësisht dashurisë së madhe që ne shohim mes rusëve dhe kinezëve për momentin, në thelb rusët dhe kinezët janë rivalë me njëri tjetrin. Janë rivalë në Lindjen e Largët, në Azinë Qendrore, janë rivalë edhe në Ballkan. Pra e shohin çdo lëvizje të njëri tjetrit me shumë kujdes. Po, por edhe interesat realisht nëse i shikojmë, nuk e di nëse është koincidencë kjo, sepse nuk besoj që është koincidencë, po edhe nëse e shohim shtrirjen e interesave kineze, përkojnë sa i përket hartës gjeografike me shtrirjen e interesave ruse. Për shembull, investimet të dyja në Ballkan i kanë në Serbi, pastaj i kishin në Venezuelë, pastaj ka edhe një tezë e cila thotë se në takimin e Alaskës Trump është marrë vesh për ndryshimin pra rendin e ri apo ndryshimin e influencave botërore, ku në këtë rast Kina u tha, Kina dhe Rusia do të bëjnë notë proteste, por nuk do të intervenojnë në Venezuelë me ushtri, ashtu që ta kenë mundësinë që të operojnë në territoret në të cilat ato kanë probleme për momentin, konkretisht Rusia në Ukrainë. Shko, logjika amerikane në këtë rast është Ukraina nuk është një çështje etike për amerikanët. Pra nuk dyshon asgjë nëse merr 20% Rusia apo merr 25%. Por është një çështje etike për europianët që në këtë rast janë në bllokun e amerikanëve dhe po e blejnë armatimin nga amerikanët për ta sponsorizuar luftën në Ukrainë. Pjesa e armatimit është thjesht biznes, por logjika amerikane është që nëse Rusia fiton luftën në Ukrainë dhe merr 20% të Ukrainës, nuk e bën Rusinë rivale të Shtetet Bashkuara. Nuk ka kapacitetin për të qenë një rivale siç është Kina. Kështu që logjika është më mirë të përfundoj lufta në këtë vi fronti që ndodhet për momentin, pra ta ngrimë në këtë moment, japim Rusinës çfarë dëshiron të Rusia, ta bëjmë të ndihet fitimtare dhe e madhe, dhe të kalojë, si thua, në një farë mënyrë nga kampi tjetër amerikan përkundër Kinës në anën tjetër. Pra logjika amerikane është shumë e thjeshtë në këtë pikë, është logjikë biznesi, por logjikë gjeopolitike. Ata shohin që përballë kanë dy, kanë Kinën dhe Rusinë. Kush është rivali i vërtet për tyre është Kina. Kështu që do përpiqesh të dobësosh Kinën, jo të dobësosh Rusinë, e cila sado të forcohet, nuk bëhet dot rivali i Shtetit Bashkuar. Nuk ka kapacitetin për të bërë rivali i tillë. Po, e qartë. Kjo çështja e Maduros është interesante. Një prej personave i cili e ka cekur dhe e ka bërë një krahasim, madje e ka bërë edhe një akronim, Ramaduro, është Hagim Nesho, nëse nuk gaboj.
Por, zotri Braj, duke parë faktin se si përshkojnë politikat, shpesh ere akuzojnë edhe Albinin se është një i pa dëgjueshëm ndaj Amerikanëve gjërat të tilla. Prisni realisht aksionet të tilla edhe në të ardhmen. Nuk po flas vetëm në Ballkan, do të ishte mirë të flasim për Ballkanin, por mbase edhe ndokun tjetër në botë. Veprime apo aksionet të tilla të Amerikës mund të presim, biles unë këtë vit duke afruar sa më shumë zgjedhjeve në Amerikë, do të shohim edhe atraksionet shumë më perfekte të Amerikës, por a ka forcën si e patriot zotin Nesher, Ramaduro. Ramaduro, a ka forcën e Rama apo Albin Kurti apo Vučić apo dikush tjetër që të jetë kundër Amerikës, kjo është pak hajgare që jetojnë, sepse as nuk e ka shansin, por nëse referohemi raportet të Amerikës, sidomos në kohët e fundit dhe ato që shfaqen në median tonë, pra në median shqip kroni, është që po Amerika seriozisht i ka shumë të dhëna mbi qeverinë e Ramës, por ashtu normalisht edhe të Kurtit edhe të tjerëve përpara, ku le për të dëshiruar domethënë një lëvizje që mund të jetë e Ramës kundër asaj, dhe nëse i verehemi domethënë prononcimet e fundit, Edi Rama nuk kemi një prononcim krejt zyrtar haptas se çfarë qëndrimi mban Edi Rama, plus që ka pas bërë një gabim fatal Edi Rama ndoshta për para mandatimit të parë të Trumpit, po. Po, që nëse vjen rrezikon marrëdhëniet Amerikës, bëhet qamet. Por rrezikon marrëdhëniet e gjithë, domethënë bëhet qameti me atë kuptim me thënë Rama, dhe kjo a mund të ketë një faturë, duhet të thënë edhe kjo që në fakt lobi jon, pra lobi shqiptar që është në Amerikë, është ajo forca drejtuese dhe jo Edi Rama apo Albin Kurti, nuk është forcë drejtuese në Amerikë, por lobi jon atje është forcë drejtuese. Dhe nëse i verohemi edhe Maduros për shembull, Rubio edhe në Amerikë, nëse i shohim debatet amerikane, Marco Rubio apo Narco Rubio quhet atje, pavarësisht se është shumë larg dhe ndoshta nuk kemi as të dhëna domethënë për sociologjinë aty në vendet, dhe vota më kryesore e Marco Rubios është nga diaspora venezuele, kolumbiane, meksikane atje, pra edhe Marco Rubio quhet Narco Rubio, dhe a do të kemi lëvizje të tilla në Ballkan? Edhe nuk besoj që mund të kemi, sepse Amerika nuk ka nevojë për të marrë, sepse nuk është një Venezuelë, pra nuk e ka mbështetjen e Rusisë, të Kinës, të vendeve të tjera rivale të Amerikës, as Serbia, as Shqipëria, po as Kosova, ato që janë për konsum të mrenshëm më shumë, sepse siç dihet edhe dhëndri i zotit Trump ka kërkuar ca ishuj, ca toka nga ne, dhe Edi Rama nuk mujtë as të prononcohet për atë punë, domethënë të thotë jo apo po apo bën çfarë të dojnë ata. Kështu që jemi shumë të vegjël ne kroni që të shkojmë ta krahasojmë Ramadurën me Maduro. Mirë, por e kanë krahasuar të tjerët, të cilët janë më të thirrur se unë për këto çështje, prandaj edhe ha pasi çështje, sepse kam respekt për zotrin Neshon. Po, patjetër, ama edhe është edhe një gjë, në fakt që frikën në parë që ka futur Edi Rama, se ka futur shumë tjerëve, sidomos për punën e votave, se si vjedhen në Shqipëri votat dhe si kanë dalë në raportet e OSBE Soldirit e në të tjerat, kjo, por në fakt i ka futur frikën jashtëmase Edi Ramës, po ashtu edhe Edi Rama ka problemin më të mëdhenj në akreditimin e ambasadorëve të tij që dërgon nëpër botë, se ku i gjen ca rob, domethënë pa karrierë, pa ashtu, dhe nuk din të flasin, nuk din të merren me diasporat e tyre. Këto janë një negativitet për Edi Ramën, por Edi Rama është i zgjuar dhe nuk do të shkojë në Amerikë si Maduro, nuk do të hajdem kapti mu Trump të besoj. Jo, se nuk është as në atë pozicion, a vetëm po diskutojmë kështu. Por zotri Krysofi, për dallim prej këtij, Vučić pat një deklarim për Maduron. Dhe realisht, sa mund të ketë impakt në të ardhmen e tij politike ky deklarim? Dhe çfarë në thelb na lën të kuptojmë dhe të lexojmë deklarimi i Vučićit për kapjen e Maduros? Nuk mendoj se është futur frika që mund ndodhi njëjta gjë, sepse nuk jemi kushte krejtësisht ndryshme, pa nuk kanë asnjë lidhje. Fakti është që ky mund të jetë ndoshta viti i fundit në politikë i Aleksandar Vučić, çdo gjë është e hapur në Serbi, nuk diferencat mes tij dhe opozitës nuk janë, le të them, aq të mëdha, pra është diçka aty 50-50 për momentin. Por deklarata e Vučićit lidhet më shumë me faktin që tham në fillim, me atë që sistemi ndërkombëtar po hidhet në erë. Dhe kjo është diçka që serbëve siç duket ju vjen mirë, sepse mendojnë që në momentin që hidhet në erë, në momentin që sistemi ndërkombëtar hidhet në erë, mund të përfitojnë diçka.
Problemi me sistemin ndërkombëtar është ai që hedh në erë duhet të ketë fuqi ta hedhë në erë dhe duhet të ketë fuqi të përballë presionet. Në këtë rajonin ton të vogël, që nga pavarësia e Kosovës 2008, po dhe më parë me Bosnjën e Hercegovinën, me Veshë-Detën e të tjerë, është krijuar një, le të themi, mini sistem, lloj strukturë i cili mirë apo keq ka arritur të mbijetojë dhe vazhdon të mbijetojë dhe funksionon deri ditën e sotme. Tani qëllimi i Serbisë është këtë strukturën në këtë rajonin ton ta hedhë në erë, në kuptimin që Republika Srpska të bëhet pjesë e Serbisë, Veriu i Kosovës ndoshta të bëhet pjesë e Serbisë, ose le të themi Kosova pavarësisht se ai të zhbëhet e kështu me radhë. Këto janë objektiva të Serbisë që i dinë gjithë, pra nuk është në një sekret në por të dhënat nga strategjia e mbrojtjes amerikane të dhënat e fundit, edhe këtë ëndrrën e disa analistëve për veriun e Kosovës si duket e hodhin në ujë. E dogji strategjia e politikës jashtme amerikane. Pikërisht kjo është ideja që dëshira e Serbisë për të hedhur në erë sistemin në rajonin ton varet se sa ka kapacitet për ta bërë diçka të tillë. Po. Dhe logjika serbe është që në momentin kur sistemi botror bie, nuk do vinë me Amerika të thotë që shko, çfarë bëre ti, ke bërë gabim dhe do të shkojnë për të gabim që ke bërë. Pra kjo është logjika e tyre dhe pas, le të themi, disa muajsh pas disa vitesh. Pra bazohen ose shpresohen mbi idenë që gjithë sistemi do bjerë dhe ajo që kishte shkuar në strategjinë kombëtare amerikane nuk do ketë më vlerë dhe në atë moment mund të kenë mundësi të ndryshojnë sistemin në këtë rajonin tonë të vogël. Dhe sa ka mundësi që situatë e tillë të ndodhë në realitet? Ne kemi zakonisht domos në Shqipëri, se ju e njihni më mirë se Serbin, por ne në Shqipëri kemi tendencën ta Ne njohim më mirë dhe ju bëni sikur e njihni më mirë se ne atje. Kjo është realiteti që kam kuptuar nga të gjithë analistët që i dëgjojnë nga Shqipëria, madje të befasojnë. Unë për vete mund të them që kam jetuar në Beograd dhe kam punuar madje flas dhe gjuhën në Shqipëri, shumë që deri diku e njoh pak, le të themi. Po kemi tendencën që ta mbivlerësojmë Serbin. Pra e bëjmë Serbi më të rëndësishme, më të fortë që është në të vërtetë. Po, kjo është e vërtetë. Dhe fakti është që Serbia nuk e ka kapacitetet të përballet, si thua, me pjesëtet e Evropës, ose në pjesën tjetër me Shtetet Bashkuara, duke bërë veprime të tilla në Ballkan. Po. Pra është një shtet që nëse i vendosen sanksione, unë jam i sigurt që as 3 ditë, 4 ditë nuk mbijeton dot. Po. Pra nuk është Rusia Serbia në këtë rast. Kjo nuk do të thotë që duhet të rrim të flemë gjumë dhe të shohim se çfarë ndodh. Por gjithë kjo situatë, si e kupton këtë çështjen, këtë adresimet që i bëjnë, është se ne duhet të armatosemi. Dhe në kuadër të kësaj e kishim edhe kontingjentin e fundit të Xhavellinëve që erdhi edhe në Kosovë, erdhi edhe në Shqipëri. Pse po armatosemi? Në radhë pa armatosemi sepse jemi shumë dobët. Pra, pajisjet ose le të themi gjendja e ushtrisë Shqipërisë dhe gjendja e ushtrisë Kosovës është shumë e dobët, do të thënë. Këtë e dim gjithë, dhe sidomos në krahasim me ushtrinë që ka Serbia është një distancë gjigante. Pra, do mundohemi që këtë distancë me Serbinë ta paksojmë. Dhe aq më tepër që kemi shkuar gjatë gjithë këtyre 30 viteve me idenë që s'ka luftë në Europë, nuk ndodh asgjë, nuk na duhet ushtria e kështu me radhë. Lufta në Ukrainë na zgjat gjithë nga gjumi. Por fakti është që ne në radhë parë nuk e dim si mund të shkojë lufta në Ukrainë. Mund mbyllet, le të themi, gjatë këtij viti, por mund të përfundohet në lufta evropiane pas 2 vitesh. Nuk e dim se si mund të jetë ardhmja e NATO-s. Por si shikon të ardhmen, pra, sepse kjo do të jetë edhe pyetja ime e fundit për ju dy në vitin 2026. A mund të përfshihemi nga lufta këtu në Ballkan? Unë nuk mendoj, personalisht nuk mendoj që mund të ketë një shans për patur në një luftë në Ballkan. Në Ballkan lufta nëse bën do i bëj Serbia, nuk ka tjetër, as Greqia, as Bullgaria nuk kanë për të bërë një luftë në Ballkan dhe shqiptarët drejt për drejt kërcënohen mbi të gjitha nga planet e Serbisë tash për të ndryshuar këtë strukturë. E gjen Kosovën si të vetme apo e gjen shqiptarinë si një këmbë në një situatë hipotetike lufte Serbia tash e tutje në Ballkan? Shqiptarët duhet, Shqipëria dhe Kosova mbi të gjitha, duhet si është bashkëndohen shumë mirë me njëri tjetrin. Pra, duhet fillojmë të mendojmë me idenë që në rast të një lufte, le të themi ndodh hataja në Evropë, të gjithë do jenë duke menduar vetëm për vete. Pra, vështirë se mund të vi dikush tjetër, polakët apo italianët apo gjermanët vinë të mendojnë për ne në Ballkan. Dhe kjo është arsye pse duhet përgatiten për një skenar të tillë. Historia ka treguar që nuk ka asgjë të sigurt, nuk ka asgjë të përjetshme. Ajo që sot duket e sigurt, nesër nuk mund të jetë e sigurt. Ne, si Shqipëri dhe Kosovë, duhet të sillemi sigur nesër është e pasigurt, dhe të jemi gati pikërisht për këtë pasiguri. E qartë. Zotri Broj, si shikon nga këndvështrimi juaj? Në fakt një luftë në Ballkan apo në Europë do të jetë një shkatërrim total i kontinentit, për ndoshta lufta e 8 botërore, dhe unë nuk pres një luftë të tillë sepse
nëse i shohim të gjithë analizat dhe të gjithë realitetet e ushtrive, të mbrojtjes së tyre, armëve të tyre, nuk ka atë potencial Europa sa të hyjë në ashop, apo edhe sidomos Ballkani dhe Serbia, në fakt, nëse referohemi të dhënave ushtarake, pra të strategjive ushtarak, pra të mbrojtjes, në fakt Serbia është një gjë shumë e smalluar, nuk është ajo Serbi që kujtojmë ne fare nuk është ajo Serbi dhe të gjithë ato në thojza ato depot e armëve që ka, magazinet e armëve që ka pas Serbia i ka pas për luftën e Kosovës, domethënë për luftën e Bosnjës dhe luftën e Kosovës, tashmë ata janë thjesht hekur. E dyta, populli serb nuk është më ai populli serb që të ketë Miloševićat në krye dhe të ta bëjë atë. E katërta, roli shqiptar jo vetëm në Ballkan, por në të gjithë botën, dhe sidomos në Amerikë dhe në qendrat kryesore të Europës, duke përfshirë këtu edhe Anglinë, por edhe Turqinë, nuk janë më ata që kanë qenë të 99-s. Kështu që Serbia ka qef me folë me zë të madh, me thënë që unë jam i madh, por se sa forcë ka Serbia tashmë dihet ajo. Kurse të treta janë totalisht me Ledianin që ta nuk mendon kush për ne, faktori shqiptar, pra Shqipëria, Kosova, por edhe pjesa Maqedonisë, Malizitet e tjera, normalisht që kemi probleme ndoshta për unifikimin e një force për një çështje apo për një kohë të pasigurt që mund të ndodhin, por edhe kjo duket shumë e vështirë sepse ne jemi në alatën, domethënë me Amerikën dhe të paktën për 2-3 dekada me radhë nuk besoj që të kemi ndrime në sistemin global që të dalë Rusia apo Kina dhe kush tjetër dhe të forcohet Serbia dhe të pushtojë shqiptar, kurse sa i përket Greqisë ashtu jo, kurse Afrika në Mitrovica është në fakt për zut harruar normalisht që jam totalisht me ty që ju e dini më mirë se sa ne të Shqipërisë, edhe sidomos më mirë se sa unë që jam shumë larg edhe Shqipërisë, jam në Turqi, por nuk e ka atë forcë Serbia që të ashtu, por e bën atë gjurullin, kurse prononcimet e Vučićit për Madurën, domethënë janë totalisht që si themi ne në Shqipëri themi ja ka ndije me nera me thënë ja ka ndije lakshtinën. Pra kështu që Serbia nuk është një faktor më që të jetë më ashtu, sepse fatura okej, nëse bëhet një luftë faturën do të paguajnë shqiptar, pra Kosova, Shqipëria pa ndarë normalisht. Të gjithë shqiptarët e Ballkanit, por ama fatura e madhe të jetë edhe për Europën dhe kështu që ai qytetërimi evropian që prej 5-6 dekada, 7 dekada sa u bën tashmë, është një faturë shumë më e madhe shpërbërja e saj sepse përbërja e saj, kështu që normalisht që duhet të forcohemi patjetër, duhet të marrim armë jo Kalashnikov të vjetër, por armë moderne siç duhet, ku me sa shoh unë se sa ndjek edhe vetë rajonin apo strategjitë e NATO-s dhe të Turqisë, në fakt Shqipëria dhe Kosova, plus atyre që janë zyrtarisht erdhën kaq drona apo armë të tjera, unë besoj që edhe me shumë fishe herë më shumë janë të inteligjencës shqiptarisë dhe Kosovës që pasurojnë me armë më moderne dhe armët klasike dhe moderne që ta shohim edhe ndryshimin e tyre, ku të gjithë armët klasike ishin në Iran, janë ende në Iran, ishin në Venezuelë dhe me ne më thanë nuk pinë asnjë gjë, nuk deshin ku gjë, kështu që nuk është edhe Serbia dhe në shumë mirë që nuk janë shqiptarët, Kosova dhe Shqipëria nuk janë ata që kanë qenë më përpara. E qartë, zotri Braj dhe zotri Kristofi gjithmonë kënaqësi të bashkëbisedoj me persona si ju dhe me juve personalisht. Shfrytëzoj rastin t'ju uroj një ditë të mbarë dhe shpresoj të shihemi prapë këtu në Kosova Today. Faleminderit që ishit në emision. Faleminderit gjithashtu. Atëherë më është koha të shkëputim me pak publicitet dhe rikthehemi e flasim për motin, se si na tregojnë të dhënat sinoptike ditët e ardhshme, a do të ketë rreshje, a do të ketë vërshime, gjithashtu më e rëndësishme janë sidomos për juve që skioni, a do të ketë borë. Këto çështje i kuptojmë pas marketingut.